Që kjo mesit është qaje që duhet ty. Në kam që shtyp edhe e pre. Bashkim Sylla ka marrë sot udhëzimet profesionale si ta përdor aparatin e matjes së tensionit të gjakut, i cili ja tregon edhe me zë të dhënat të nxjerra. Rrahjet e zemrës 70, rrahje në minutë. Ai është njëri prej personave të verbër që sot kanë marrë pajisje të ndryshme mjekësore dhe shkopin të bardhë, të dhuruar nga përfaqësuesit e nivelit qendror dhe ndërkomunal të shoqatës së personave të verbër dhe prej zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, që më në fund po zbaton njërin prej shërbimeve ligjore që u garantohen personave të verbër dhe me sëmundje kronike. Ka raste, ka momente për shembull që jemi vetë, edhe mos mi vetë, kur janim me zo, atëherë dim edhe vërtetoni se na nuk kem tension të lartë apo e kem tamam çdo. Melihat Plana, kryetare e Komisionit Ministror për shpërndarjen e pajisjeve mjekësore, ka thënë se do të përfitojnë vetëm personat që kanë dokumentet e vlefshme mjekësore për ta dëshmuar se kanë nevojë për pajisjet. Secili që ka vendimin e verbrisë edhe një diagnozë të mjekut e merr pajisjen për çka e ka përcaktuar mjeku. Daud Teshuki, kryetari i shoqatës së personave të verbër, ka thënë se këto pajisje janë të mirëseardhura, por se duhen edhe aparatura të tjera. Është kënaqësia imja që më në fund po zbatohet edhe një pjesë e ligjit të personave të verbër, ku Ministria e Shëndetësisë ka ble pajisje, por këto pajisje nuk janë të mjaftueshme dhe siç ja u ceki edhe kryetaria e komisionit për pajisjet medicinale, na duhet me i selektua dhe me i shpërnda aty ku të verbërit ka nevojë. Daud Hoxha, kryetari i shoqatës ndërkomunale të personave të verbër, ka treguar se do të ketë edhe një listë të pritjes për personat që sot nuk i kanë pasur dokumentacione të kompletuara apo që nuk kanë mundur të lajmërohen në shoqatë. Po në vazhdimsi tash, mëse edhe ju jeni të bën vizita në për gjitha degët për mi shpërnda këtu, na ata që s'kanë orë sot, kanë mundësi mi pru këtë dokumenta, mi sjellë edhe na mi au siguru pajisjet atje. Nëse... Ose me listë pritjes. Po, ose në listë pritjes, ose nëse ka, mujna me orë mi marë, nëse s'ka, është në listë pritjes. Selia shoqatës ndërkomunale ndodhet në objektin e vogël përballë shkollës së artit Çesk Zadea, afër qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe spitalit rajonal.